e ka përmendur Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë akhbarani as-sadiqul masduq. Do të thënë ka treguar i sinqerti, ai që e flet vërtetën dhe të cilit i besojmë pa asnjë dyshim, se ka thënë inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Ka thënë pra secilit prej jush i bashkohet krijimi i tij në barkun e nënës 40 ditë si një pikë uji. Do të thënë si një si një pikë uji, pastaj 40 ditë është si gjak i ngjizur, pastaj 40 ditë si mish i përtypur. Pastaj vjen engjëlli me lajka që urdhrohet të shkruaj 4 çështje. Edhe ja shkruan jetën e tij, do të thënë sa do të jetojë, edhe vdekjen dhe furnizimin, dhe ja shkruan a do të jetë i lumtur ose i dëshpëruar. Do të thënë është prej banorëve të xhenetit ose prej banorëve të xhehenemit, dhe a do t'i bëj veprat e banorëve të xhenetit ose banorëve të xhehenemit.